Të nderuar shikues, jeni me lajmet qendrore në Koha Vizion. Konkluzionet e bisedimeve i kanë bashkuar partitë opozitare. LDK-ja, Vetëvendosja e AK-ja kërkojnë seancë të jashtëzakonshme parlamentare për marrëveshjet, siç kanë thënë ata që kanë kthyer mbrapa Kosovën si në kohën e UNMIK-ut. Sipas tyre, ter informativ po mbretëron sa i përket këtij procesi. Kryesia e Kuvendit do të vendosë për datën e seancës. LDK-ja, Vetëvendosja dhe AK-ja janë bërë bashkë dhe kanë kërkuar seancë të jashtëzakonshme në Kuvend për të diskutuar lidhur me bisedimet dhe marrëveshjet e arritura në formë të konkluzioneve në Bruksel. Me 40 nënshkrime të mbledhura, opozita parlamentare ka dërguar në kryesi këtë kërkesë, në arsyetimin e të cilës thuhet se qytetarët dhe deputetët janë mbajtur në terr informativ për përmbajtjen e negociatave. Nuk mund të ketë reciprocitet nëse Beogradi ose Serbia, qytetarët e tyre vinë pa e marrën me makina të Serbisë, ndërkaq ne duhet t'i dërgojmë atje ose të shkojnë qytetarët tonë, më mirë me thonë, me tabela KS, do të thotë po krihemi pas, po krihemi në kohën e UNMIK-ut. Kjo është totalisht e papranueshme. Kuvendi në një republikë parlamentare duhet do e mos të jetë organi më i lartë edhe politik edhe legislativ, e që është në kundërshtim me atë se si po vepron qeveria Hashim Thaqit, e cila vazhdimisht po synon që ta minimizoj rolin e Kuvendit duke i marrë të gjitha përgjegjësitë mbi veti. Shpresojmë që në javën e ardhshme, nga mesi i javës, do ta kemi në rendite debatin. Do të jetë një debat, besoj, shumë i frytshëm për Kosovën, për qytetarët e Kosovës, po fundit shpresojmë edhe për vetë qeverinë e Kosovës, e cila duhet të fillojë të shohë se çka po thotë dhe çka po mendon populli, për shkak se nuk është qeveria e dikujt tjetër, po duhet definitivisht që të shndrohet qeveria e popullit të Kosovës ose të shkojë prej qeverisjes. Por ka reaguar edhe PDK-ja që ka kritikuar opozitën se më shumë po bën zhurmë se sa që po bashkëpunon në procesin e bisedimeve, ndërsa ka garantuar se ekipi që po dialogon me Serbinë nuk do t'i sjellë dëm me vendit. I bëj thirrje opozitës, le të mendoj pozitivisht, le të mendoj për interesat e vendit, jo për interesat partijake. Me këto çështje nuk guxon askush të pretendoj apo as të mendoj të përfitoj poena politik, sepse këto janë çështje të ndihshme që me një mendim apo veprim tonin negativ dëmtohet interesat e shtetit tonë. Opozitarët nuk kanë treguar se cili grup parlamentar ka iniciuar kërkesën për seancë të jashtëzakonshme, ndërsa nuk dihet nëse do të propozojnë ndonjë mocion për bisedimet.